Demaskimi i realitetit, Liz Bukuroca. Ne kryesia e PDK-hit kërkojmë nga vetëvendosja të votojë kandidatin ton për president. Jo pasi ta shoh, jo pasi ta dëgjoj, por pa e ditur se kush është. Pse? Sepse dikujt mund të mos i pëlqej hunda e tij, dikujt surrati, dikujt guha shipe që e flet, e dikujt ndoshta e kaluara e tij si pioner i shokut Tito. Çdo kandidat konkret është problem, ka të kaluar, ka lidhje me korrupsionin, ka mëkate, ndërsa anonimët janë të pastër si loti. Kristal, të paprekshëm, edhe për biron për sekuestrimin e pasurisë së merituar. Nëse Kurti nuk pranon, shkojmë krenar në zgjedhje. Na duhet një kryetar që nuk ekziston praktikisht, por që funksionon teoretikisht. Një president pa biografi nuk i duhet. Apolitik. Pra, perfekt. Kështu nuk do të ketë skandale personale, sepse nuk do të ketë personalitet. Nuk do të bëj gabime, sepse nuk do të marr vendime. Dhe nuk do të ketë turp, sepse nuk do të ketë as fytyrë. Ne të PDK-it pyesim, çfarë na duhet një njeri real në atë post, që të bëj deklarata boshe si qypi pa turshi e të pres shirita? Më mirë një qyp i zbrazët se një me rasoj të keq brenda. Të paktën është i sinqert në boshësinë e vet. E pastaj, si mund të kritikohet një president që askush nuk e di kush është? Kujt i kërkohet llogari? Kujt i dërgohen ftesat zyrtare? Kështu e ruajmë buxhetin se na duhet shumë. Vërtet shumë. Ne të PDK-hit kemi përvojë të madhe me AAK-hin dhe LDK-hin. Paratë e buxhetit i investojmë në mënyrë efektive dhe të sigurt. Pra, duam kryetar anonim dhe pa adresë. Ky është zbulimi ynë i madh i kryesisë son, të PDK-hit. Në fundit pse të kemi një president real që kushton. Kur mund të kemi një kryetar i det, padukshëm që nuk na e shurdhon, as neve specin as bolet batonit. Nëse nuk pajtoheni e kemi planin B. Një kryetar virtual si ministresha e Ramës që del në ekran kur duhet dhe e fikim kur s'na duhet. Me një klikim, vetëm një figurë që shtiret se ekziston dhe nëse na shqetëson, ja heqim kablon nga rryma dhe zhduket në mos ekzistencë. Si te Rama që me sukses të madh po lufton korrupsionin. Prandaj, po kërkojmë një garanci me shkrim nga vetëvendosje, të votoj kandidatin ton që nuk e di se cili është. Kur nuk e dini kush është në krye, nuk do të keni këtë fajsoni dhe do të punoni vet. Sistemi do të jetë stabil si në lumturi epokën të Hashimit dhe Mustafës. Paqe dhe lumturi totale. Populli në ekstaz. Si atëherë. Ndërkohë, qytetarët le të merren me punët e veta, jo me politik. Për politik paguhemi ne, jo populli. Prandaj na ka votuar hyjvanati. Kërkesa jonë është e drejtë, e koordinuar me gazetarët hibrid dhe oligarkët. Votoni kandidatin ton anonim. Kjo është forma më e sinqertë e politikës son, një marrëveshje e errët për një realitet pa qartë, por me synime dhe dëshira shumë të qarta. Për Kosovën, për popullin e saj që e meriton të jetë Zvicër, por po pengohet nga njeriu i Serbisë. Në fund, për ne nuk është më rëndësi kush do të bëhet president. Pyetja është, a kemi kurajo ta pranojmë se ai nuk na duhet fare? Sepse në këtë vend jo vetëm që mund zgjedhim këdo, por mund zgjedhim edhe askënd. Kandidati anonim është i pastër si Loti.